me 2 BlackBerry. Është momenti dorëheqjes. Me naftë kishe këtë celular. Ua, ta shpjegoj do 2 BlackBerry mbaja, ai celulari çfarë nuk bënte. Ishte edhe diktofon, regjistronte fjalimet. Si BlackBerry ishte shumë i fortë. E përjetova shumë keq kur kam kaluar në iPhone. E dashuroja BlackBerry. Pata një marrëdhënie. Të gjitha, pa, edhe ato. Erla, po sa ke qarë këtu, Erla. Nuk e mbajta dot lan, janë lot shumë të sinqerta këto. Po pse? Po, dëgjoj, është dhe shkarkim emocioni, ja? Po që emocioni kishe ti, më edhe dore, ç'kishe ti? Dëgjoj, kemi bërë një fushat të tmerrshme, të lodhshme. Unë e di më se Erla. Dhe unë nuk e kisha aftësinë që kam sot për të lexuar politikisht se si do dilte ai rezultati. Duke thënë që ti ishe e vogël. Mitingjet ishin madhështore. Ai i Tiranës ishte pa shpjegoj dot emocionin e atij. Ti po thuaj që ti mendoje se do fitonte PD? Po, e mendoja që do fitonte. Do fitonte PD-n 2013? Isha e re pra la. Ishe e vogël. Isha e vogël. Si dihet sa gjëra. Nuk i dija ca gjëra. Po tani? Dhe ai është një shkarkim edhe i gjithë këtij stresi edhe. Jo, shumë shpesh jo, po qaj. Përse i kam lotë të vështira për t'i nxjerrë. Qaj edhe kur shoh një film që më emocionoi, qaj. Titanikun, aty ka qarë bese. Ja. Apo te Pearl Harbor. Ja, se nuk jam kaq romantike sa ç'duket, po në filma të tjerë. Po këtë të qarën e ke kështu, si trofe. Mbeti. Si trofe. Tani do kisha preferuar të mos kisha qarë para kamerave, po më dolën, nuk e mbajta dot, sinqerisht. Nuk është falso nga ime, pra nuk është se ja kam imponuar vetes të qarë që po duke qarë, edhe unë u emocionova edhe për pak të shfilluar të qaja për ty. Po kanë qarë shumë shqiptar në për shtëpia, Landi. Jo, unë mund qaja për ty, më merr gjuna për ty, më Erla, jo për Berishën, jo. Po thashun, po Erla, ç'a ndodhi më? Se foto është kjo duhet për kornizë, Erla. Kjo është për kornizë, është emocionale, nuk është hajde kokë. Ja përpiqesha të mbaja kokën anash që të mos më kapin një kamerat, po ishte e pamundur. Foto tjetër? Këtu jemi në Elbasan. Këtu kur ishe kryeministër? Ishte kryeministër Berisha këtu dhe filloi në fushat në 2013. 2013, po. Disa takime me gazetarë, pra konferenca shtypi në natyrë, vendin e gjeja unë. Si tip town hall, po, dakor. Ishte periudha town halleve dhe vendoste që kudo ku shkonte të bënte edhe nga një konferencë për shtypi. Dhe unë mundosha të gjeja një vend të bukur në. Ka bërë për shtypje, jo ka bërë për shtypje që ishte me gjelbërim. Po kemi patur vende të bukura në Korçë, po kemi patur një vend shumë të bukur në jug të vendit, diku në Vuno, Majmalit, gjeta një vend ku dukej perëndimi me detin, ajo ka qenë spektakël. Mund ta gjej atë foto. Po më kujtohet. Ka një foto shumë bukur Berisha që ka perëndimin nga mbrapa. E gjeta atë vendin e Sajova se kisha atë tendencën që doja që mbrapa ti të shfaqej ose edhe në inaugurime. Erla, kështu flokët ja ke rregulluar ndonjëherë doktori siç e rregulloi Floriana? Asnjëherë. Asnjëherë, po pse? Po pse kish, po çfarë problem ka? Landi unë isha zëdhënëse, nuk. Po pse Floriana ç'është? Jo, dhe Floriana po varet se si. Ndoshta e kuptova. Ka një kujdes tjetër mbase, po. Deri aty jo, nuk kam shkuar deri aty. Mund t'i kem thënë rregullo pa kollaren, për shembull. Po deri aty nuk kam shkuar. Kjo është intervista e parë. Tani. Ky është emisioni im i parë. Emisioni i parë me Berishën, tani zëdhënësi e Berishës. Fillon emision. Fillon me Berishën. Dakor, pra se doja që të ndaja Erlën gazetare nga Erlën. Po pse se nisë me Dirama të Berishës. Erdhi edhe Rama, mbas një muaji erdhi. Ja, po kjo kishte fabul më të bukur kjo. Ke gabim. Plus që kjo ishte 2 ditë përpara se Lulzim Basha ta përjashtonte nga grupi parlamentar. Pra ishte shpallur në gratë. E dinte Berisha këtë? Jo, nuk e dinte. Nuk e dinte, të paktën. Si ishte kjo intervistë që nga këshilltare zëdhënëse e Sali Berishës me atë ritëm, me ato fortunat që ke kaluar, tani ta vije Berishën aty në tavolinën e emisionit Now. Nuk ishte shumë e vështirë, më tepër kisha emocion për faktin që ishte emisioni i parë se sa emocion që isha përballë Berishës. Shumë vite kam punuar me të, kam shumë të thjesht komunikimin përballë tij. Nuk kam të thjesht. E pasur në një moment. Dhe ai është njëri shumë i thjesht. Është vetë ai i thjesht, nuk kuptimin autoritar. Autoritar pa diskutim, po i thjesht pra ti mund t'i bësh pyetje, ndoshta që unë t'i kem bërë pyetje Berishës që dhe e kanë tejkaluar pak atë cakun nga ana ime. Unë Berisha mund ta thuash këtë? Jo, nuk mbaj mend, mund t'i kem bërë pyetje për 21 janarin, mund t'i kem bërë pyetje për Gërdecin, për
për gjëra, për momente të sikletshme apo të vështira dhe Berisha nuk është kurrë njeri që të merri natë apo i mbet hatri me ty fare. Më lajmëroi në regjia që nuk e nxjerrim dot atë video, thonë se nuk e plejojnë. Drejt autorit edhe e kuptoj tani. Po tani unë çfarë bëj regjia, faleminderit, okay, po si them do të ta përsëris dot. Jo, e pra, këtë do të thosha. Erla, mund ta bësh këtu Erla atë. Është shumë e bukur kjo. Megjithatë mund të nxjerrim vetëm një si imazh të paktën, vetëm si foto, si frame, nuk e di tani nëse mund. Dhe e kuptova vetë që e bëra gabimin. Po jo, qeshe ti vetë. Jo, e kuptova, e di pse e kuptova. Ajo ishte e bukur. Unë e kuptova sepse dëgjova dy të qeshura te kameramanët që kisha përballë. Dhe thash, pse po qeshin këta? Dhe u ktheva fraksion sekundi, u ktheva mbrapa në kohë dhe thash mos se pas kam bërë këtë gabim. Dhe qesha pastaj se tani. Po qesha çfarë do bëj? S'ka ndonjë. Çfarë tha doktori mbas intervistës? Mbas intervistës shumë mirë, mbas më morin telefon edhe ishte i kënaqur se dhe shikueshmëria kishte qenë e lartë. Sa ishte lart? Se mbaj mend. Po ishte e lartë edhe ishte shumë lartë edhe në Facebookun e tij. Shumë lartë ka qenë. Edhe kjo ishte bërë habi, se më morin mbas intervistës. Kur ishe zëdhënëse, kishte në intervistë që ai e dha dhe ti s'u kënaqe për shkak të një teme të trajtuar jo mirë aty ose pyetje? Pathe? Ti vetë? Kur ishe kryeministër ples? Kur ishte kryeministër Berisha, po ka patur. Ku? Ka patur. Këtë nuk e kujtoj, s'di të ta them mirë. Se ke mbajtur shënim? Jo, nuk e kam mbajtur. Po pse? Ç'është e vërtetë, aty ma kujtove tani. Ato janë bukura Erla. Jo. Erla, ai meraku yt kur kishe intervistë me doktorin që do zbardhej, që ça pyetjesh. Domethënë ti dhe unë e dim. Po. Edhe të tjerë që kanë marrë, po me ty i kënaqur ka qenë. Se ti ke qenë i vetmi që ke punuar, ke bërë një intervistë ku ke punuar shumë për atë intervistë, për të gjetur fakte dhe gjëra të vjetra. Jo, dhe unë të falenderoj me këtë rast që ti ke qenë dashamirëse dhe më ke ndihmuar që ta marrë një intervistë doktorin se e lehtë sigurisht nuk është. Jo, se kërkesa kishte shumë, po, është e vërtetë. Kërkesat ishin gjithmonë numri shumë. Baja një lloj radhe unë Landja, e kishte edhe vetë merak ai. Pra në kuptimin që megjithatë patat ndonjë kështu që atje nuk do shkojmë, të thanë njëherë që të filan gazetar, të filan. Atje nuk do shkojmë, po dhe e ka thyer më pas këtë rregull, atje nuk do shkojmë, po me periudha të ndryshme ka qenë ky. Kjo ka patur me gazetar të ndryshëm, që një periudhë për shembull që nuk ka shkuar te Ylli Rakipi, më pas shkoi, ka patur periudhë që s'ka shkuar tek Ilvatare, te Ora Newsi, më pas shkoi, pra ka patur momente të tilla. Foto tjetër? Fuga. Pse mbaja që pas ka dalë në konferencë për shtyp. Po, se më Jo, se mbaja mend fare, mendoja që kur del fuga kishte mbetur në mbrapa kuintave, le të themi. Se kujtoja fare këtë moment. Ti zëvendësja më e mirë, po fuga ka tjetër marrëdhënie fuga me Ramën nga ajo që un kam patur me Berishën. Si është ajo? Po se është më i ri Rama, Berisha pak më domethënë këta janë shok e ke fjalë. Nuk po them shok, po ka një lloj marrëdhënie. Ka një lloj marrëdhënie miqësore. Tjetër, ndërsa pastaj është një burrë dhe një grua, pra një burrë dhe një vajzë. E ke ndjekur fugën apo të ka ndjekur fuga? Në ç'kuptim? Në PR, në punën tënde si profesioniste. Jo, po fuga ka shumë më tepër kushte se ç'kam patur unë atëherë. Po bëj. Që do të thotë? Që do të thotë që PR-i tani është shumë i sofistikuar se ç'bënim diku. Jo, një sekond, për ata që se din. Unë bëja maksimumin me kushtet e kryeministrit, fuga në atë moment ishte zëdhënës i kryetarit të opozitës. Dhe kishit një betejë, për te betejës së shefave, kishit dhe ju betejën tuaj, të artit të PR-it. Beteja, PR-i në opozit nuk është aq i lehtë për të bërë. Pushteti e ka më thjesht ta bëj PR. Atëherë si e bëni atë luftën ju spin doctor sa? Ka atë luksin e të fortit, e të pushtetit, suksesshmit, nuk s'është aq e lehtë. Kurse tani në qeveri sigurisht janë sofistikuar shumë më tepër, kanë një zyrë shumë më të madhe shtypi, mjete, kanë çdo gjë. Jo, e ke ndjekur ndonjëherë të ka pëlqyer një gjë e fugës që ja ke marrë, ja ke vjedhur, në thojza, profesionalisht? E fugës vetë, më kam pëlqyer gjëra të Ramës, se ka humbur pak atë dikur bënte kishte një humor tjetër, bënte disa analiza, ka qenë ndryshe pak Rama, mbase pushteti mund ta ketë konsumuar disi, nuk të them dot. Dhe këto janë për shkak të fugës? Jo, s'besoj, është natyra e Ramës. Po i Zoti, ë? I Zoti.
I Zoti është. Zoti Mund të themi që s'është I Zoti, pa diskutim. Shumë e vështirë ta zëvendësoj dikush fugën. Po, e do dhe Rama besoj, Jo, sigurisht që po se do Rama shefi... normal, po komunikon me Endri? Po, kur kemi çështje pune, po. Gjë me thëmë çështje pune? Çështje pune për emisionin. Për intervistë. Kur më duhet... Jo, po them për teknikat e PR-it, për këto idet... Ja, nuk e kam ngacmuar. Nuk kam ngacmuar. Kur e ke marrë për të fundit të Ramën? Rama ka qenë për herë të fundit, para një viti e pak, një viti e gjysmë ndoshta. Shumë paska. Po s'ka dalë. Jo, s'ka dalë, po pse s'ka sjellë fuga? Pse s'ma ka sjellë fuga? Po në fakt I kam shkruar vet Ramës, është e vërtetë. Nuk kam kaluar. Mërzitet të Endri kur I shkruan vet? Jo, nuk e di, s'besoj se mërzitet bëj shaka. Po kam përshtypjen do filloj dali tani në fushat, nuk ka dalë. Megjithatë është shumë I Zotit, ja. Eminenca gri Endri është. Po, kështu duket. Tani, po të dëgjojmë opozitën ka dhe ca eminenca tjera gri. Po them për punët e medias. Për punët e medias pa diskutim. Foto tjetër?